Kemi nisur, jemi në studio. Kam qenë metodiste në kabinet pedagogik. Jemi live ndërkohë. Kemi nisur bisedën atë po thoja, kemi nisur bisedë, është e pamundur. Domethënë ne bëjmë këtë prezantimin ton sepse kemi shumë qejf që t'i njohim njerëzit para intervistës, po çdo gjë kemi kaq shumë të pasqyruar sa që mësuesja Lefteri Gjoshi është me ne, shumë kënaqësi që të kemi në studio. Faleminderit shumë që erdhe. Është nder për ne që ke ardhur. Kënaqësia është e imja. Faleminderit. Sidomos në këtë ditë të shënuar. Gëzuar 7 marsin. Faleminderit. Besoj se urimet sot nuk do të mjaftojnë. Do nisim nga këtu dhe pastaj do të vazhdojmë gjithë ditën apo jo. Gjithë ditën, biles ata që nuk kanë arritur edhe të nesërme nda dërgojnë urimet. Do me thënë, gjdo 7 marsi juaj, bashkë me bashkëshortin se jeni të dy pjesë e mësimdhënies, ju merrni pafund mesazhe, kam përshtypjen. Keni lënë shumë vend, kam përshtypjen në të gjithë memorien e nxënësve që ju keni, dhe madje ajo që bie në sy është fakti që sapo erdhët në studio e keni tamam atë profilin. Figurën e mësueses, e vërtet. Dhe një figurë shumë të dashur. Faleminderit. Sa vite keni dhënë mësim? Shumë. Unë kam dhënë mësim rreth 36-37 vjetë. Do më thënë edhe pak mbi pensioni. Kurse im shoq ka dhënë shumë më tepër, sepse ka qenë mësues para se të shkonte në universitet, pastaj mbaroi universitetin edhe vazhduan. Kështu që ati vete goxha rreth 43 vjetë mësues. Urimi i parë shkon për të? I thua ti direkt njëherë? Pa tjetër. Pa tjetër. I uroj gëzuar festën dhe të ketë shëndet, të jetë sa më gjatë, edhe unë të jem sa më gjatë pranë ti, të pranë njëri tjetrit. Po shija një foto tuaj në fakt edhe pashe ishte me lule në duar. Ka qenë një foto e 7 marsit më herë? Ishte dita e 7 marsit. Ne çdo 7 mars në shkollën tonë organizonim atë festën, mbrëmjen tonë. Edhe gjithmonë do më thënë dilnim me duart plot me lule, plot me trëndafila, plot me ato tufat e manushaqeve. Qalizeti kanë pasur. Që na e sillnin fëmijët çdo 7 mars. Ju keni dhënë mësim në Tiranë, apo se atëherë emëroheshit në përfshate, apo jo? Jo. Unë fillimisht kam dhënë mësim, do më thënë mbarova universitetin dhe direkt u martova, im shoqësh nga Kolonja. Do më thënë, kam dhënë mësim fillimisht në shkollën 8 vjeçare, pastaj një periudhë shumë të gjatë isha drejtoreshe asaj shkolle, prej ande kalova metodiste në kabinete pedagogjike dhe mësuese në gjimnaz, sepse ne edhe jepnim mësim dhe bënim atë. Dhe pastaj përsëri drejtores shkolle, mësuese, kurse im shoqë mësues në një fshat, jo aty ku unë isha drejtoresh, në një fshat tjetër. Bukur do ishte ta kishe drejtoresh e ta kishe burin një nën punës, një mësues të thjeshtë. Tjetër, në shkollë të mesme, mësues letërsie, dhe pastaj inspektor në drejtorinë arsimore, drejtor shkolle, në karrierë goxha të gjatë. Në qytet, Si jeni njohur ju? Kurse kur erdhëm në Tiranë, se me që më thatë që a në Tiranë, kurse kur erdhëm në Tiranë, unë fillova mësuese tek shkolla Arsakeo, tek kolegji grek, kurse Petraqi filloi mësues në gjimnazin e Vorrës. Në Vorë. Po, në Vorë. Dhe në këtë shkolla u pensionuat? Po, atje. Kurse unë vazhdova, pastaj kalova dhe në një shkollë tjetër, drejtore shkolle, një shkollë të mesme. Do me thënë, pati disa vite kështu që e shfrytëzova edhe mbi pensionin për të ndihmuar pak a shumë edhe familjen. Ndërkohë, si jeni njohur ju të dy? Si jemi njohur ne. Ne kemi qenë të dy student në Fakultetin Histori Filologji. Unë isha për gjuhë shqipe, gjuhë ruse, kurse Petraqi ishte gjuhë letërsi, një vit mbi mua. Do më thëmi, më përpara. Aty u njohëm, u fejuam, kur ishim student, dhe kur mbaruam universitetin, kur mbarova unë universitetin, atë vit u martua. E mbani mend se çfarë ju bënte më shumë të përshtypje tek Petraqi? Petraqi në fakt ka qenë shumë sharmant, ka qenë shumë djali i pashëm,
i gjatë, me një trup shumë të bukur. Spikaste, pra. Por ajo që ishte e veçantë tek ai ishte që ishte shumë i shkathët, shumë shakaxhi, shumë muhabetçi, shumë i shkuar edhe me shokët. Neve i thesim shumë qyfyrexhi, domethënë. Bënte qyfyre. Ashtu ta ka vjedhur zemrën. Dhe të riqte dhe të riqte vëmendjen e vajzave. Kështu që normal, fillimisht u bë ai shkaktar që Se diskutojnë me këtë bukuri. por ishte vërtet për t'u pëlqyer. Po, dhe ndërkohë pastaj si ishin ato njoja e parë mes juve të dyve? Njoja e parë... Të kthejmë pak pas në kohë. Njoja e parë, unë do të thoja që duke u parë çdo ditë në oborrin e fakultetit, ne na duke sikur të gjithë studentët ishim shumë të njohur me njëri tjetrin. Edhe në për ato pushimet midis leksioneve. Grupe nuk kishte dallim, a ishin të kursit A, a ishin të kursit B, a ishin të vitit parë apo të vitit të dytë. Kështu që në atë shoqëri, në atë mjedis shoqëror, unë njoha sepse kisha edhe një djalin e tezes, atë Kastriot Gjinin, atë kompozitorin, motra e tij... Erdhi ai tek ju tha diçka se ju keni pasur dhe kohë të vështirë. Duke pasur këtë shoqëri, erdhi ai tek unë edhe më thotë unë të dua. Vetëm nga shikime, domethënë, jo, unë paka shumë e kisha kuptuar, por e mori ai iniciativën i pari. Si është reagimi në këtë rast? Për ta thënë. Sidomos duke pasur parasysh edhe vitet. Jo, neve kemi qenë vajza fshati. Edhe kemi qenë pak të ndrojtura në këtë drejtim për të hedhur këtë hapin vendimtar. Studente, barabar mes të tjerat ishim. Por e kemi pasur pak këtë që jam nisur për të mbaruar shkollën, do marr diplomën. Pastaj fatin e jetës. Po, ai ishte objektivi. Se të shpërqendron nga shkolla, po nisi më herët. Drejt, ai ishte objektivi. Dhe zgjati shumë, domethënë, zgjati rreth 6-7 muaj kjo që nuk jam gati të të përgjigjem, ne jemi shok, domethënë, takoheshim në atë grupin shoqëror ju thash. Ju brenda vetes... Por ndërkohë brenda vetes unë luftoja që, ti them po, ti them jo. Ti them po. Dhe pastaj përgjigje sigurisht. Në fund fare, domethënë, normal që derisa më mbush mendja. Edhe si thonë këta, kërko dorën. Po, do të kërkoj dorën. Hajde të shpia, familje. Dhe ndodhen të gjitha pastaj automatikisht. Po, a të ka ndihmuar fakti që keni qenë të dy mësues gjithmonë? Në fakt, është shumë mirë të jesh në të njëjtin profesion. Mësuesia për femra është, themun, një privilegj për familjen, për fëmijët, për bashkëshortin. Sepse vetë orari i punës mësueses, në mëngjes, rregullon fëmijët, shkon në shkollë, mbaron, i rregullon, i jep drekën, rregullon të gjitha. Por kur je dy mësues në shtëpi, ke shumë përfitime në kuptimin që edhe një diskutim, edhe një mendim e merr, edhe një problem për shkakun që duhet diskutuar. A ka pasur ndonjëherë rivalitet mes jush, se po thua vetëm anët e mira, po fare? Jo, nuk ka pasur rivalitet. Nuk tha ndonjëherë që ndoshta ka pas rezultate më të mira, e po unë them më shumë, e po unë kam qenë drejtoresh, ti jo. Në kohën nuk kemi pasur rivalitet në drejtim të profesionit, për flasë, se kështu gjithmonë familja ka edhe probleme për shumë që duhet të debatojnë. Patjetër. Por ne në kohën që kemi qenë fillimisht bashkë, edhe Petraqi dhe unë në një shkollë, unë isha mësuese, atëre jepja rusisht. Sepse nuk ishte hequr rusishtja nga shkollat, edhe Petraqi jepte gjuletërsi në atë shkollë. Në kohën kur unë u bëra drejtoresh, Petraqi kaloi pastaj mësues në një shkollë, ju thash, të një shkollë e mesme. Po, ndryshon të fokusin në shtëpi, kishim një drejtoresh dhe një mësues. Po, ai vinte kështu, unë kisha ato të mia problemet e shkollës, kuptohet. Ky nxënës, ky mësues, eci, nuk eci, ky debat,
Përgjegjësinë e kishe më të madhe pastaj si drejtore sigurisht. Normal. Ajo ishte një shkollë shumë e madhe, ku isha unë, me shumë mësues. Kuptohet edhe tipat e nxënësve ishin nga më të shumë llojshmit, por edhe tipat e mësuesve ishin nga më të shumë llojshmit. Kështu që të duhej të gjeje një të mesme të artë për ta zgjidhur konfliktin, problemin, debatin, shqetësimet e shkollës, edhe për të inkuadruar jo vetëm nxënës, mësues, por edhe prindrit. Po ndërkohë, nëse ne vëmë në balancë në jetën tuaj tashmë pjesën e të qenit drejtoresh dhe të qenit mësuese, ku e keni gjetur më shumë veten? Ose le themi ka qenë drejtor lëku, le ta themi. Ajo maja e karrierës suaj apo fakti që keni qenë mësuese? Jo, në fakt unë e kisha me qef atë lloj profesioni. As më shkonte mendja fillimisht në jetë kur dola në punë që unë do të isha dikur drejtoreshe një shkolle. Por nuk e di, dikush e kishte parë mbase aftësitë e mia dhe më vunë. Dhe e mira ishte që shkolla për shembull ishte pak e pravambetur në drejtim të rezultateve. Arriti rezultate shumë të mira, u vunë në konkurime edhe me shkollat e tjera të rrethit. Edhe kjo për shembull mi ngriti vlerat edhe si drejtuese, edhe si mësuese. Prej andej pastaj duke i parë edhe këto anë pozitive, më kaluan metodiste në rreth, metodiste në kabinetin pedagogjik, ishte atëre tani, jo drejtori arsimore, si që është tani, atëre neve e quanim seksion arsimi, por kabineti pedagogjik mere me problemet e metodikave të mësimdhënies të mësuesve. Edhe unë ndiqja 2 cikle, ciklin parashkollor, ciklin e ullët, gati në të gjithë rrethin. Po, ndërkohë, pa dashur të ndërprej, po ka një gjë që ne gjithmonë figurën e mësuesit e kemi parë si një figurë vërtet shumë të respektueshme. Edhe në periudhën tuaj, sapo thoje që vajza e shtëpisë do zgjidhte si profesion të ishte mësuese, ishte një fat i madh për familjen. Dhe ndërkohë një investim, dedikim edhe për paraqitjen tuaj. Dhe një detaj që unë po shikoj në disa foto dhe tani që ju kam këtu shumë afër, është kjo jaka juaj e bukur. Duke sikur shënjon diçka kjo jaka me këtë tantellën, me këtë e kam mbajtur. Me këtë të punuarën. Ka ndonjë sinjal që domethënie? Jo. Do një mesazh, shkoj këtë foto, shkoj një foto tjetër, dhe prandaj them që mos të shënjon në momentet e tua ose në daljet e tua që ke si hajmali ndoshta? E kam pasur qef vet këto imtësirat e bukura në robat. Po sigurisht, si mësuese patjetër e kishin në fokus që të kishin imazhet. Disa edhe i sajonin vet, sepse atëre, për shembull, kjo është e blerë. Edhe është e blerë diku jashtë që mua më duket sikur më ka vënë në garderobën time për ta përshtatur ose për ta kombinuar me shumë rroba. Shkon me çdo gjë. Të gjitha negocat e kemi nga një gjë që na kombinon me gjitha. Me zezë, me një gjaket të kuqe që e kam pasu dhe të gjyshet milionere. Se ke qenë gjithandej kështu të kam pëlqyer gjithmonë. Kështu që janë, por edhe ca gjëra për shembull i sajonin vet. Mua më vinte pak ndorë se për të qepur, kështu që se duhet të kujdesesh edhe për këtë pjesë patjetër. Sigurisht cila ka qenë ndonjë situatë që të ka shënjuar, ndoshta se ti e mban mend në vitet e tua si mësuese, mes nxënësve ndoshta se raportin tënd me ndonjë nxënëse, nxënës, kryesisht që mund të kesh raporte ende edhe sot. Po. Unë në fakt kam pasur një çik dobësi, pjesën e vajzave. Vetë nuk kam pasur vajza, 2 djem kam. Por pjesën e vajzave gjithmonë e kam pasur shumë dobësi edhe doja që t'i mbaj afër. E quaja një seks shumë delikat, një moshë shumë delikate. Ato vajzat i quaja si lule të bukura që më vinte keq që dikush të vinte dorë dhe t'ju takpuste atë bishtin e asaj lule qingjit. Ka qenë gjithmonë në mbrojtje të figurës së vajzës. Gjithmonë i shikoja me këtë sy që doja t'i afroja që unë ti
isha ose tu bëhesha në shkollë. Edhe në momente për shumë që shikoja që diku devijoni, se kishte edhe vajza jo të këqia, por pak naive që në momentet saktuar edhe mbase mund të gënjeshin. Nuk doja që ti fyeja dhe t'ju ullnja dignitetin, sidomos vajzave. Çunave dhe u thërrisja ndonjëherë. Kurse vajzave jo, nuk doja t'ju ullja dignitetin, sepse thesha, po u thye, do të mësohet të thyet gjithmonë, edhe kur të jetë. Të bëjnë ato mesazhe falenderimi tani, ndoshta pas ka shumë vitesh, va raporte me to? Shumë nga vajzat e mia, sidomos kur ika nga kolegji grek, më theshin na iku një nënë e dytë, se unë gjithmonë thesha jo këtë, mos gaboni, kujdes, mundoni të tregojeni të forta, në një moment që juve u duket sikur unë poshtë ndjenja, mundoni që të tregojeni pak të duruara, që të mos e ktheni përgjigjen me një Tamam këshilla dhe një nënë, për te i profesionit të mësuesës. Atë e kam pasu pikë të dobët dhe jo vetëm vajzat, por edhe nxënësit e mi shumë për e tyre, edhe sot e kësaj dite kam marrëdhënie mesazhe bëri shumë përshtypje se po shikoja komentet në çdo intervistë që ju keni dhënë nëpër media dhe shifja vetëm komente nxënësish që thonin as sikur t'i takoja edhe një herë të dy edhe bashkëshortin zotin Petrash. Ka pasur ndonjë takim të veçantë që ndoshta ju kanë gjetur me anë të rrjeteve sociale dhe jeni takuar me ndonjë nxënës pas shumë vitesh? Po. Në shumë raste kemi pasur takime kështu dhe shpeshere dhe në rrugë, ose mësues, ose mësuese. Dhe po ku që ti o birë, do më thënë atë... Po ka ndryshuar, janë rritur. Sepse ata bëhen burra, ose bëhen nuse, edhe neve ngelemi po ata mësues. Por ajo që mua më ka bërë përshtypje, njëherë, do më thënë më shumë një nxënës, kishim shkuar në Ersek, mbasi ishim larguar në Tiranë. Vjen një nxënës diku tek dera e lokalit ku ishim edhe mësuese, tash unë gjithmonë i përqafoja, keqe mësuesja si jesi dukesh... Pastaj pyet kush je. Ajo thënë fare që nuk të njohës, të mbaj mend të kështu. Edhe ai vazhdonte, më përqafonte, më puste, dhe pastaj filloj po më puste duart, ul më gjunjë, filloj po më puste duart. Tash ti im shoq po më shikonte kështu. Do të thënë, kush është ky që... Edhe si përfundimi thash, zëmër, tash i ma thuaj pak emrin, cili je, edhe ku të kam pasur në zënë. Po mëse se më ke pasur aty, po unë nuk kam qenë zënës i daluar, unë kam qenë zënës i pesës, i gjashtës. Edhe i thash, e di si e shpuna, ju që keni qenë zënës të pesës dhe të gjashtët, jo se keni qenë fëmijë të këqij, keni qenë shumë të mirë, por në base keni qenë pak qamarrok, që nuk bënit atë përpjekjen maksimale që o duhet të marrë notën e mirës. Po ndoshta këta qamarrokët janë tepër mirënjohës më pas. Kështu që vlera jote është e barabartë tash me atë që ishte me të gjitha vjeta. Ndërkohë, ju flisni edhe pa diskutim që ato breza që kanë kaluar tashmë janë shumë mirënjohës edhe figura mësuesit ka qenë shumë e lartë në atë kohë. Por tani, ju si mësuese, si e shihni figurën e mësuesit në vitet që po jetojmë? Mësuesi mbetet figurë në të gjitha kohërat. Një komp që ka mësues të civilizuar, ka edhe një shoqëri të civilizuar. Një komp që ka shkolla të mira, ka edhe një qytetari dhe një komp të mirë dhe të civilizuar. Kështu që figura e mësuesit mbetet gjithmonë mësues. Cili shkencëtar, cili dietar, cili arkitekt, doktor, mjek, inxhinier, nuk ka kaluar nëpërmjet duarve të mësuesve. Të gjithë nëpërmjet mësuesve. Njëri më i mirë, njëri më i keq. Ama në fundit, edhe ata që nuk ishin mësues shumë të mirë, e ndjenin imponimin nga ana e nxënësve që kam mësuesin për para, dhe detyroheshin në më thënë që dal nga dal të korrigjonin veten, ose t'i kërkonin vetës. A të vjen kesh në njëherë kur shikon denigrim të figurës së mësuese, kohët e fundit, sepse për figurat tuaja ne kemi, do më thënë, rasti që ju treguat, shumë respekt dhe edhe ne na ndodh, kur shikojmë mësueset tona, ndalojmë në rrugë dhe ti ndjen një lloj emocioni dhe mirënjohje për këta mësues, por sot ndodh ndryshe për fat keq. Ndodh edhe ky denigrim. Atë dua të them.
Kjo puna e demokracista, quajmë ne të këtyre 30 e ca viteve, demokraci e prishi e denigroj pak figurën e mësuesit, sepse hynë partit edhe prishën atë që ishte e shenjtë. Nuk mund të nisesh nga e kam apo se kam antar të partisë time ose simpatizant të partisë time, edhe do ta bëj drejtor të një gjimnazi, do ta bëj mësues të një shkolle të madhe e me radhë, ose ta bëj mësues letërsie kur nuk është mësues letërsie, por është diçka tjetër, do ta bëj mësues kimie kur nuk ka mbaruar për kimi, po ka mbaruar për një gjë tjetër. Do me thënë, të vësh me vend e pa vend mësues biles edhe ca gjimnazist të shtyr me pajir i bën mësuesa. Dhe arrin deri atje sa edhe kur janë pyetur mbase edhe për të provuar se sa dije ka, kush është Ismail Qemali, edhe jam skandalizuar, që është shkrimtari jo një math, do me thënë që të ngatërosh me Ismail Kadaren. Do me thënë, ta arrish partit këtu duhet të dalë, që partit prishën shumë punë. Hodhën helmin atje tek ajo që ishte gjëja me e të shmuar. Kështu që në një farë mënyre ka denigruar pak figura e mësuesit tek ata që nuk e kanë merituar ose nuk kanë qenë tamam për mësuesa. Po çështja e ndryshimit të brezave, sa rol ka familja, tek mënyra se si i edukojnë fëmijët në raport me sjelljet me mësuesit e tyre? Shumë e drejtë edhe kjo. Në më thënë, shpesher, tani familja më duket sikur jo gjithmonë është në ato pozitat korekte të kërkesës u llogarisë për fëmijët. Fëmija është i shtrenjtë, kuptohet, për këtë do. Po kjo nuk do të thotë që prindi ta përkëdheli, ta llastoj, t'i japi aq shumë liri fëmijës që të bëjë çfarë të dojë, edhe në klasë, edhe me shokët e tjerë, edhe me mësuesit, t'i kthej fjalën, ose të mos e dëgjoj këshillin e mësuesit, të komentoj edhe notën e mësuesit, se unë them që sa do defektet këtë mësuesi, vetëm tek nota nuk ka interes pse të bëj manovra. Nota është një diçka që vlerëson dijet e... Për shembull, ju më përpara ju thoshin vetë prindërit ja sillnin dhe ja u besonin fëmijën, sigurisht dhe ju thoshin që mësuesja ka të drejtë gjithmonë. Po, më përpara nuk e diskutoni, të shikoni në sy, ka marrë notën 5, sepse këshu, ka marrë notën 8, sepse nuk e arrin 10 për këtë arsye, dhe nuk e diskutonin atë, po, do t'i flasë. Kurse tani, arrin deri atje, sa thot, patëm shikoj më mësusja, që t'i bëj, do vi t'i kërkoj llogari, ju hapë syri, ju bë kaq fëmijës. Mënyra se si ju flisni për këtë gjë, personalisht më lëm bresa, mënyra se si e bëni krahasimin. Kështu që do ishte shumë e vënd, me qenë se jemi edhe me 7 mars, ju ta jepni një mesazh për gjithë prindrit që na ndjekin në lidhje me marrëdhënien që fëmijët e tyre duhet të kenë me mësues. Unë prindërve do t'u thoja këtë. Prindrit janë shumë të çmuar. Është binomi, të themi, mësues-prindër. Janë shumë të çmuar për mësuesit, por normal edhe për fëmijët e vet. Prindër, mos u mposhtni nga dobësia prindërore, për të mos i kërkuar llogari fëmijës edhe atje ku është në gabim. Bëhuni, reptësia nuk do të thotë që nuk i doni, përkundrazi. Reptësia tregon që ju keni shumë pritshmëri për ata fëmijë, që duhet të bëhen më të mirë, më kërkues, më me objektiva, në radhë të parë për vetën e tyre fëmijët, në radhë të dytë për vetë prindrit që të ndjekin kënaqësinë e atyre që kanë rritur edhe po i studiojnë, edhe, pse jo, edhe për vendin dhe për kombin. Kështu që unë këtë mesazh do të mesazh me shumë vlerë. Zysha, unë kam një kuriozitet shumë të madh. Me gjithë dhuratat që juve ju kanë bërë ndër vite nxënësit, gjithmonë mendoja ku i çojnë? Aq shumë dhurata, them, a i ruajnë, a e kanë atë rëndësinë, do më thënë, e vlerës të dashurisë që një nxënës ja ka dhuruar, do më thënë, ruan ti dhuratat e nxënësve ndër vite, a ke një kënd tëndi në shtëpi, ose një dhurat që e ke afër zemrës dhe e ruan prej vitesh? Po. Në kohën tonë, në fakt, dhuratat ishin kaq shumë të
të vogla nga çmimet. Nga çmimet. Ju thash, një tuf manushaqe, një kartolinë, ndoshta një letër, edhe lule artificiale deri më. Një libër, pse jo ndonjëherë fëmijët mblitnin edhe nga një sa ishte atëre, në më the nga 1.000 lekë. Sa, edhe mund të blinin një vazo artistike, ose një ditë shka. Dhe kohët e fundit, në base mblitnin dhe ka që edhe mund të t'i blinin dhe në një të vogël këshu, nga këto, një varse të vogël, në se nëngjë. Kur erdha në Tiranë, unë pash që ishte një qik në base nivelli i fëmive, nivelli i familjeve më i lartë, që e kishin tendencë për të marrë dhurata pak më të shtrenjta. Jo të gjithë fëmijët. Për shembull, unë kujtoj tek kolegji grek, kishte fëmijë për shembull që të sillnin gjëra vërtet që ishin me të mira, me vlerë. Por kishte fëmijë për shembull që nuk ja kishin mundësin. Edhe me atë turpin dhe ndrojtjen që më pushtonin të gjithë në mëngjes kur shkoja më zinin për qafe, edhe mësuese bu nuk të solla gjë, po ti mësolle edhe më apo më shikonte çfarë? Po mësolle për qafimin tënë. Me njerë lumëturoheshin kënaqeshin. Pyetja që më bët ju tani, unë ato dhurata që më kanë sjellë fëmijët, për shembull një shall, një kujtime, më shumë se dhurata janë kujtime. Po, i kam, i ruaj. Do më thënë, edhe në dhomën time mbaj, edhe tek ajo biblioteka që kam atje, i kam vendosur në shumë vende, disa i kam të mbledhura në një kuti bashkë me ato kartolinat e bashkë me ato artimet e bukura që na i bëni. Kështu që ato janë vërtet shumë të çmuara, shumë të çmuara për ne. Kurse jam tash nuk e vënë, nuk dua të paragjykoj askënd. Jam pak e keqardhur të themi që kur vjen 7 marsi shumë njerëz e diskutojnë këte pse u çojnë dhurata mësuesve. O njerëz, mësuesi lodhet një vit të tërë shkollor i del mushkëria. Flas për mësuesit që meritojnë. Lodhet, mundohet, përpiqet, do të nxjerrë në dritë fëmijën tënd, ta bëj sa më të ditur, ti kërkoj llogari që të mësojmë shumë, që të shkojnë në universitet e mëra. Më duket pak kështu cinike që diskuton pse i çoj atë dhurat. Një ditë në vit i çoj një dhurat. Se diskutojnë zysha, se ka dhe nga të zysha që thonë, e di çfarë do mblini ju mua, dua një orë kaq euro, e cakton vetë. Ka ndryshuar kohë, perceptimi për dhurata. Jam kundra, dhe nëse ka të tilla, atëherë diskreditoje. Diskreditoje në qoftë se ka. Prandaj themi kanë ndryshuar brezat. Të diskutosh në vijat e përgjithshme që pse u çojnë një ditë në vit një dhuratë mësuese. Nuk të detyron mësuesja. Në qoftë se ka të tilla, atëherë ka edhe të themi rrugë të tjera se si zgjidhen. Ne të falenderojmë shumë që të erdhe sot në emision. Ishte vërtet shumë kënaqësi për ne dhe paç çdo ditë tënden plot me shëndet, të lumtur, sepse ti e the mirënjohjen që kanë shumë nxënës që të njohin dhe ke kontribuar tek ta. Por dhe tek ne është shumë kënaqësi të ta urojmë edhe ne 7 mars nga ana jo, nga zgjoma më të në. Faleminderit ty. Shumë faleminderit. Këto lulet janë kaq të bukura për mua edhe vërtet është një kujtim shumë i bukur. Faleminderit edhe për ne. Siç jeni të bukur të tre ju. Faleminderit. Do të ju jeni tre trëndafila. Faleminderit. Je shumë e mirë. Faleminderit shumë. Ju falenderoj. Faleminderit. Mirënjohje për ju. Ja tregojmë te kamerat. Shumë e bukur, e vërtet. Ikim në reklama dhe kthehemi vetëm pas pak. Unë ju uroj të gjithëve, të gjithë mësuesve, ju uroj 7 marsit, 7-ën dhe 8-ën për ata që janë edhe. Faleminderit shumë sërish. Faleminderit juve.